Rrezik për qytetarët në televizin në ambiente të hapura publike, siç janë parqet dhe shëtitorja tek lumi Vardar, paraqesin edhe qentë që shoqërohen nga pronarët e tyre. Në shumicën e rasteve qentë nuk janë të pajisura me maska mbrojtëse apo ripe. Si pasojë, prezenca e tyre në ambiente të populluara paraqet po aq rrezik sa prezenca e qenëve e ndacak. Ardhja e stinës së pranverës ka shtuar dukshëm frekuentimin e qytetarëve tek shëtitoria e qytetit, parqet dhe rrugëve kryesore të qytetit. Ka dhe të tillë qytetarë që me vete marrin edhe qentë e tyre. Në raste të tilla, siguria e qytetarëve nuk vihet në pikpyetje vetëm nga qentë ndacak. Rrezik për qytetarët që lëvizin në ambiente të hapura publike, siç janë parqet dhe shëtitoria tek lumi Vardar, paraqesin edhe qenë që shoqërohen nga pronarët e tyre. Në shumicën e rasteve, qentë nuk janë të pajisur me maska mbrojtëse dhe ripe, dhe si pasojë, prezenca e tyre në ambiente të populluara paraqet po aq rrezik sa prezenca e qenëve ndacak. Të motivuar nga përvojat jo të këndshme nga e kaluara, por edhe nga vërejtjet e shtuara nga ana e qytetarëve, policia e Kustivarit po ndjek situatën në terren. Paralemrohen aksione në hapësirat më të theksuara të qytetit, siç janë shëtitoria e qytetit, parqet dhe rrugëve kryesore ku vërehet prezenca e tyre. Për shkak se jemi në fillim të stinës së pranverës dhe ku prezenca e qytetarëve është më e madhe në ambiente të hapura, sidomos gjatë orëve të ditës, nga policia e Kustivarit thonë se aksionet të kësaj natyre do të jenë të pareshtuara edhe në periudhën e vazhdim. Për mungesën e pajisjeve të nevojshme për qenë që ndodhen në mjediset e hapura publike, gjopa rrotullohet nga 100 deri në 400 euro. Në rast se qeni do ta kafshon ndonjë qytetar rasti, po ashtu parashihet sankcion për pronarin. Viteve të kaluara, në disa raste, janë regjistruar incidente të kësaj natyre.